Në Shqipëri, ka një ritual politik që përsëritet me përpikmëri olimpike prej më shumë se 30 vitesh. Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë dalin çdo ditë para kamerave si armiq të betuar. Por sa po mbyllen mikrofonët dhe largohen kamerat, gjejnë gjuhën e bashkëpunimit me një qetësi që do ta kishin zili edhe diplomatët më profesionistë në botë. Në publik bëjnë sikur nuk durojnë dot njëri tjetrin. Njëri flet për regjim, tjetri për non grata. Njëri denoncon vjedhjen e zgjedhjeve, tjetri dhunën dhe bllokimin e opozitës. Parlamenti kthehet në teatër ulërimash, konferencat për shtyp ngjajnë si trailer lufte dhe militantët ushqehen çdo ditë me idenë se Shqipëria ndahet në dy kampe që urrehen deri në palc. Por mjafton të preken interesat reale të sistemit dhe armiqt bëhen partner racional. Kështu ndodhi me reformën zgjedhore. Pas gjithë akuzave për manipulim, deformim votash dhe masakër elektorale, palët u ulën dhe gjetën formulën e konsensusit, sepse në fund sistemi duhet ruajtur, loja duhet kontrolluar, rregullat duhet të shkruhen nga ata që kanë dekada që administrojnë pushtetin me rotacion. E njëjta sken po luhet edhe me reformën territoriale. Në publik flasin për decentralizim, zhvillim rajonal dhe interes qytetar. Në prapasken bëhen llogaritë vërteta. Sa bashki fiton njëri, sa humbet tjetri, cilat zona prodhojnë vota, ku duhen vizatuar kufit politik për të mos prishur ekuilibrin mes të mëdhenjve. Sepse reforma territoriale në Shqipëri nuk ka qenë kur thjesht administrative, ka qenë gjithmonë reformë mandatesh. Edhe tani, ndërsa në televiziune shfaqen si kundërshtar ekzistencial, drejtuesit politik bredhin qytet më qytet, duke bërë takime, pazare elektorale dhe llogari mandatesh. Njëri organizon ture falenderimi, tjetri takime me strukturat, por të dy lëvizin mbi të njëjtën hartë interesi, si të ruhet kontrolli mbi sistemin politik dhe si të mos lejohet askush jashtë klubit të vjetër të pushtetit. Madje ironia arrin kulmin te ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Për javë të tëra dëgjuam britma për demokraci të rrezikuar, diktaturë parlamentare dhe sulm ndaj opozitës. Pastaj, papritur, erdhi konsensusi. Socialistët u tërhoqën nga disa pika, demokratët fituan disa të tjera. Të gjithë dolën të kënaqur, dhe popullit i ushit sërish përralla e fitores politike. Në realitet, ajo që u pa ishte diçka shumë më e thjeshtë. Dy parti që zihen për ekranet dhe pajtohen për interesat. Sepse PS dhe PD mund të kenë konflikte për retorikën, por rrallëherë kanë konflikt real për mekanizmin e pushtetit. Aty harmonizohen shpejt, shumë shpejt madje. Dhe kjo është tragjikomedia më e madhe e tranzicionit shqiptar. Qytetarët vazhdojnë të ndahen me pasion në kampe politike, ndërsa ata që i ndezin këto kampe pin kafe bashk, sapo duhet ndarë sistemi. Në fund, lufta mes tyre shpesh duket më shumë si një shfaqje e mirë koordinuar për publikun, sesa një përplasje reale për interesa qytetare. Sepse kur vjen puna për pazaret, PS dhe PD nuk kanë qenë kur kundërshtar të vërtet. Vetëm ortak që grinden për rolet në sken.